Situata është kaotike në gjitha drejtimet, ndërkohë që ne e kemi një shumicë parlamentare e cila sot e refuzon që të vijë në kuvend dhe të kryej funksionin e saj kushtetues, pra deputet e shumicës parlamentare, të cilës në zgjedhjet e fundit i kanë fituar 47%, pengojnë funksionimin kushtetues të organeve të Republikës Kosovës, me këtë rast po flas për kuvendin. Ju e keni pa që për kundër asaj që i obligon kushtetuta, si që tha zoti Tahiri, i obligon gjykimi i gjykatës kushtetuese, që është vendim final, i obligon në rregulloria. Ne dëgjojmë deklaratat e zotit Dehari, të cilit ja lejon vetëm mosha që të kryesoj seancat plenare. Pra, kryesuesi Dehari i nënshtruar plotësisht nga lëvizja vetëvendosje, vjen në kuvend dhe sillet sikurse ai të jetë interpretues i marrëveshjeve, jo i rregullorës që e obligon atë që brenda 48 orëve të ftoj seanca dhe të mos pengoj deputetët që ta ushtrojnë mandatin e tyre. Në zgjedhjet e fundit të 7 qershorit, burra e gra, të ri e të reja nga gjithë Kosova i kanë dhënë deputetëve të zgjedhur në kuvend besim e fuqi për t'i përfaqësuar në institucionin më të lartë në vend. Dhe sot pa asnjë të drejtë, ne pengohemi ta ushtrojmë mandatin ton kushtetues ligjor